shtohet pyetja, a I lejohet burrit bashkëshortit që t'ja marrë pagën e gruas së tij, apo ndoshta pasurinë që e ka nga babai I saj, qoftë edhe 1 euro apo 1.000.000 euro, nëse ka gruaja, burri e ka haram të ja marrë paranë e saj, pa dëshirën e saj. Por, nëse gruaja dëshiron me pagën e saj të investoj në familje, ajo është një dëshirë e saj, por jo obligim. Obligimi burrit është që t'ja siguroj 4 gjëra në martesë. Strehimin, qoftë pallat apo një kasole, ajo duhet ta pranoj atë standardin e burrit, pasi që ka dashuri për atë burr dhe ka vendosur të martohet. Pra, strehimin, veshmbathjen, ushqimin e mirë dhe mbi të gjitha fjalorin e ndershëm. Prandaj, gruaja e cila punon dhe është e aftë që t'i mbuloj obligimet e saja në rritjen e fëmijëve, që është një përgjegjësi tek Zoti, atëherë ajo mund ta zhvilloj edhe profesionin e saj, një lloj sikurse burri. Por obligimi primar I gruas është edukimi dhe rritja e fëmijëve. Nëse një grua ka një pagë 300-400 euro, nuk ka një profesion që ja sjell një pagë prej me 4 shifra, vërtet nuk ja vlen të punoni. Sepse nëse nuk ke profesion, profesioni më I mirë është profesioni I nënës. Nëna, në fillim, është motër medicinale. Pastaj është edukatore. Pastaj është mësuese. E kështu me radhë. Prandaj, nëse gratë, qoftë edhe në shtëpi brenda, fitojnë, qoftë online ose diçka, para, ato e kanë të drejtën e tyre të I harxojnë parat ku të duan, sepse është djersa e saj, ndërsa burri është obligativ, aq sa ka mundësi që t'i kryej këto 4 obligime. Por, zonja, keni kujdes. Duhet ta kuptoni standardin e burrit. Nëse burri ka standardin që t'i blej për shembull një par këpuca për sezon të dimrit dhe një par për sezon të verës, dhe ai pret që ato këpuca të dëmtohen, të shkyhen dhe t'i gjuash. Atëherë, mos kërko mbi standard të burrit, sepse nuk është e drejtë e jotja. Nëse burri ka mundësi ta siguroj një banesë me një salon dhe 2 dhoma, ndërsa ti zonë dëshiron ta rritësh standardin e familjes, atëherë me pagën tënde, me pasurinë tënde, mund ta shitni atë banesë dhe ta bleni një shtëpi apo një banesë tjetër më të madhe me një salon e 4 dhoma. Kjo është nga dëshira, por burra, mbajeni burrnin tuaj dhe mos e merrni paran e gruas, sidomos pa dëshirën e saj, sepse sipas jurisprudencës islame ju e keni haram, ju e keni të ndaluar.